Tabletat me përdorim nga goja janë një ndër format farmaceutike që ofrojnë mënyrën më të rehatshme të marrjes së një bari. Mjeku farmacist Fatbar Plangaj na shpjegon sa mund t'i ndajmë tabletat kur duam të marrim një dozë më të vogël. Jo çdo tabletë mund të ndahet. Të projektuara për të ndarë janë vetëm tabletat që kanë vizën apo vizat ndarëse. Ndarja në raste të tjera është një zgjidhje e detyruar. Ndarja dëmton strukturën dhe efektin e tabletës, ose me e pakta nuk garanton marrjen korrekte të dozës së parashikuar. A duhet dhe a mund të përtypen tabletat gjatë përdorimit? Tabletat me mundësi përtypi janë vetëm tabletat e cilësuara të përtypshme. Tabletat e tjera, për arsye efektshmërie dhe sigurie, nuk duhet të përtypen dhe as të shtypen përpara përdorimit. Kjo për arsye se dëmtohet mënyra e veprimit, nuk arrihet tek vendi i veprimit, dëmtohet efekti i përgjithshëm dhe për më tepër shtohen efektet anësore. Rasti kur pacienti ka probleme me goditjen dhe në mungesë të alternativave të tjera, shtypja dhe shkrirja me ujë përpara përdorimit bëhet domosdoshmëri, kjo duhet të bëhet me këshillim të veçantë me mjekun dhe ose farmacistin tuaj. Ekspertët këshillojnë një listë me ilaçe, tabletat e të cilave nuk e lejojnë ndarje në 2 apo më shumë gjysma. Kjo sepse mund të sjellë pakësim të efektit të ilaçeve në trupin e njeriut, njëkohësisht shkaktojnë efekte negative në mbrojtjen e stomakut.